cili na mësoi takimin e sotëm në programin ton Feja dhe Jeta. Dhe si zakonisht që ju kemi lajmëruar, ne do mundohemi të thrasim personalitetet të shquara, gratë zonja të drejtimeve të ndryshme. Unë, si teologe, moderatore Hyrie Mehmeti Biba, kam nderin dhe kënaqësinë që sot me ne është profesoresha e nderuar në medresen Isabeu Gostivar. E falenderojmë për kohën që ka gjetë dhe tashmë e kemi në linjë. Selamu alejkum, e dashur profesoresh, si të kam? Waalaikum selam, mirë, elhamdulillah, ju si jeni, si kaloni? Mirë, elhamdulillah, me juve dhe ma mirë. E falenderoj Allahun që na mësoi të jemi bashkë sot, të falenderoj që pranove ftesën, që mu përgjigje në ftesën time, t'jesh sot me ne, për të ndarë një temë, një huri të përgjithshme, shumë të rëndësishme për besimtarët në përgjithësi. E nderuar, mund të na flisni pak për aktivitetin tuaj si profesoresh në medresen Isabeu Gostivar. Profesoresha nderuar Ramia Sani është me ne. Po, falenderit shumë Hyrie. Njëherë shpreh falenderimin tim nga thellësia e zemrës për rastin dhe mundësinë që ma dat të jem misafira apo ligjëruese në programin tuaj jashtëzakonisht, domethënë të ndëgjueshëm. Allahu ju shpërbleft juve për mundin dhe kontributin që jepni në rrethin tuaj të Strugës, po edhe në rrethin edhe më të gjerë, domethënë duke përfshirë edhe territoret jashtë Republikës së Maqedonisë. Sa i përket, domethënë punës dhe aktivitetit tim, jam përndryshe profesoresh në medresen e vajzave të Gostivarit, faktikisht paralelja e shtrirë e vajzave në Gostivar. Jam duke e ligjëruar lëndën bahas mbi besimin, domethënë lëndën e akaidit. Përndryshe kam një përvojë dikundi afër 17 vite, 18 vite që ligjëroj në medrese. Po ashtu një periudhë kam punu, domethënë edhe si mësuese e mësim besimit islam, domethënë me hapjen e mësim besimit islam nga Ministria e Arsimit në vitin 2008-2009 dhe me hapjen e paraleleve, domethënë të orëve mësimore të para të kësaj lënde, isha ndër gjeneratat e para apo ndër mësueset e para që e kam ligjëruar, edhe atë në një shkollë jashtëzakonisht të bukur të Gostivarit, një shkollë e madhe edhe tepër domethënë e bukur, siç është shkolla fillore Ismail Qemali. Mo pastaj domethënë u kiqa edhe në medrese si profesoreshe e rregullt. Një periudhë të gjatë kam punuar edhe si mualime në fshatin Forin, mbase jam edhe prej fshatit Forin. Faktikisht koha para pandemisë ka qenë mësimi i rregullt nëpër mektepe, mirë po që prej pandemisë e këndej jam duke vazhduar si mualime, mirë po natë. Andaj, elhamdulillah, falenderoj Allahun që na e ka dhënë këtë mundësi që nëpërmes gojës tonë, domethënë të bëhet përhapja e fesë së Allahut, të urdhërojmë në të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja. Allahu na mundësof pjesën tjetër të jetës që na ka ngel, të bëjmë sa më shumë vepra me të cilat ai do të jetë i kënaqur, qofshin ato vepra më të mira në krahasim nga ajo që e kemi kaluar. Për paraqitjen, selamu alejkum. Waalaikum selam, rahmetullah, kalofsh mirë. Gjithashtu e dashur. Telefonatat për të na dhënë ndonjë dhe qoftë kjo pjesë e jetës që na ka ngel më e hajri